Ky është apartamenti numër 2 në Ksamil në White Residence dhe është një nga të paktat njësi të mbetura. Apartamenti ju ofron një sipërfaqe prej 65 m2 dhe është i ndërtuar në tipologjinë 1+1, pra një dhomë gjumi, sallon kuzhinë dhe tualet. Apartamenti po ashtu ka dhe 2 balkone. Një prej balkoneve kryesor të jep akses direkt në pishinë. Pamja që ju shikoni është mënyra se si është mobiluar apartamenti dhe ajo që do shtoja është cilësia e punimeve, cilësia e materialeve dhe e të gjitha pajisjeve që është përdorur në këtë apartament është nga më të lartat që ju do të gjeni në zonë. Kjo mund të jetë një shtëpi e përhershme ku ju mund të zgjidhni të banoni, ose si një investim që mund ta përdorni në platformat Booking dhe Airbnb, pasi është një praktikë shumë e njohur së fundmi dhe është dhe shumë fitimprurse në zonat si Ksamili, ku qiraja shkon goxha më lart se zona e Sarandës. Pjesa këtu është tualeti kryesor i apartamentit dhe në krah është dhoma e gjumit. Dhe siç përmenda, dua të theksoj pjesën e materialeve dhe pajisjeve të përdorura në apartament që janë cilësia më e lartë që ju mund të gjeni. Çmimi total për këtë apartament është 133.000 euro. Nuk do të zgjasë për shumë.